absurditeti me këtë gjykat ka filluar qysh në fillim të procesit të saj, të funksionimit të saj, mirë po një kërkesë kaq absurde nuk kam prit as prej prokurorisë, ndoshta për arsye se unë kam qenë vetë pjesë e këtyre proceseve të asaj kohe kur kanë vepruar këta burra për lirinë e vendit të tyre dhe duke i njohur rrethonat e asaj kohe, nuk përputhet asgjë me akuzat që i bën prokuroria këtij grupi, të cilin e quajnë grup i organizuar për kriminal, për krime të përbashkëta, gjë që nuk qëndron as pak në këtë aspekt, jo se jo, mirë po me vetë faktin që unë kam qenë pjesë e asaj kohe, siç e thash, dhe që i njoh proceset se si janë zhvilluar, sidomos kur flasim për këtë pjesën ushtarake, gjithsesi nuk mund të thuhet që ky grup ka pas ndonjë përgjegjësi spaku për sa i përket zinxhirit komandues, për shkak se proceset kanë qenë të tilla që kanë rrjedh gradualisht, kanë rrjedh shumë ngadalë dhe e tërë procedura kur përshkruhet në detaje se si themelohet një ushtri prej një guerile e cila ka qenë guerile mbi bazat të një aktiviteti vullnetar të qytetarëve në luftën për liri, atëherë është dilemë shumë e madhe dhe humb kredibiliteti i prokurorisë në këtë rast, për shkak se unë e di shumë mirë që grupet e hershme të cilat kanë vepruar në territorin e Kosovës për organizimin e një lufte, kanë qenë grupe të shpërndame fillimisht, po që motiv thjesht e kanë pas luftën për liri. Dhe kjo ka marrë një kohë si proces derisa ato janë bashkuar mes veti për të organizuar një luftë të përbashkët që më vonë u quajt dhe u themelu dhe u quajt Ushtria Qeverimtare e Kosovës. Po edhe pas atij vendimit të bashkimit, prap do një kohë shumë gjatë dhe kërkon në kuptimin kohor hapësinë të mjaftueshme, shkruajmja e krejt dokumentave, përgatitja e dokumentave, themelimi i strukturës, si do duket ajo strukturë ushtarake, kush kujt i jep përgjegjësi, cilat komanda duhet të ekzistojnë, dhe pastaj tek detyrat dhe përgjegjësitë për nivelet më të ulta, gjë që si proces merr shumë më tepër kohë se sa që ka zgjatur vetë lufta në Kosovë. Prandaj është edhe absurde të thuhet që ky ka qenë një grup i organizuar kriminal dhe mund të kërkohet përgjegjësi mbi bazat e zinxhirit komandues që zhveprohet në ushtri. Prandaj përgjigjen më të mirë për këtë çështje kanë dhënë edhe Wesley Clark si ushtarak i cili ka qenë pjesë në një farë mënyre në pjesë se po ju ndërpres tek rasti dëshmitarëve dërkomtar, prokuroria edhe prokurori tha që nuk kam pas informacion të mjaftueshëm, ka qëndruar pak ditë, nuk dinin se ç'bëshe, nuk e njihnin gjuhën, pra kishin një informacion të cunguar sipas tyre. Jo, kjo është e paqëndrueshme për shkak se ata nuk kanë nevojë ta dinë gjuhën e dikujt për të kuptuar se çka po ndodh aty, dhe niveli i lartë siç është Wesley Clark dhe dëshmitarët tjerë nuk është ai niveli i cili qëndron në vendin e ngjarjes aty, por ka mekanizmat e vetë që punojnë për të dhe të cilët e informojnë. Prandaj kjo është thjesht një pretekst për të thënë diçka para gjykatës, përndryshe nuk ka kurfar bazamenti, kurfar qëndrueshmërie në kuptimin as juridik dhe as logjik në fundit, sepse secili duhet ta di që komandantët e niveleve të larta nuk janë as në vijat e para të frontit, as nuk janë vazhdimisht në ato vende ku mund të ketë ngjarë diçka e papritur, ose aty ku ka qëndruar ta zënë komanda e UÇK-s ose drejtoria politike pjesës cilës. Atë që thot Thaçi që nuk ka qenë në vijën e parë, po thjesht ka qenë drejtues politik larg vijës frontit. Zoti Thaçi fillimisht duhet këto ta themi më qartë, gjatë konstituimit të UÇK-s ka qenë pjesë
e UÇK-s i armatosur sikur gjithë ne të tjerët, por me zhvillimet e matutjeshme, me ndarjen e detyrave, Zoti tha që ka kalu në drejtorinë politike dhe natyrisht që ai nuk ka mujt me ardhë në vijat e para të frontit siç kanë qenë disa komandantë dhe luftëtarët, por ka qenë aty ku i është dhënë detyrë dhe i është nda një përgjegjësi e caktuar. Prandaj Zoti tha që edhe në kuptimin e urdhërdhënies dhe mbi bazat e zinxhirit komandues nuk ka përgjegjësi sepse pjesa politike, pra drejtoria politike nuk jep urdhra. Ajo jep direktiva të përgjithshme, bën politika të përgjithshme, por nuk ndikon në urdhat të cilat i marrin komandant duke filluar prej shefit shtabit, i cili ishte përgjegjësi kryesor për UÇK-n dhe matutje. Dhe nëse kërkohet përgjegjësi komanduese për çështje të caktuara eventuale të supozuara të krimeve, atëherë kjo shkon prej nivelit të shefit shtabit apo komandantit të UÇK-s dhe të poshtë.